Që nga pyetja juaj, është shitur PD-ja, nuk është shitur PD-ja, PD-ja është shitur te Lat Civitaja, një buxhet 6 milion euro për të cilin mund ta përdoren të përkomisionerët gjatë fushatës së zgjedhjeve, se i la dhe pa ngrënë dhe pa pirë. Do me thënë ju na propozoni dhe si me përdor ju justifikoni 6 milion euro që i keni çuar te Lat Civitaja për zgjedhjen edhe lancën në madhështore që të jepshit Shqipërinë madhështore, dhe më pas mua më vjen keq sepse i madh i vogël i udhë i pa udhë është futur në rrugën e disinformimit, në këtë rast edhe ti si i ri. As për udhëzime strategjike se si i përdor fondet. Nuk të ndërpreva nuk të ndërpreva, por më lejo që unë të t'jap një këshill si edhe si të dy të rinj që jemi, që dezinformimi është jeni përfaqësuesi hajdutave më të mëdhenj. Ju jeni projektor. Edhe jeni përfaqësuesi ju jeni projektor të gjithë informacionit, edhe të karikaturave të mëdha që jepni. E para nuk kemi një akuzë për korrupsion, po kemi një akuzë për pabarazin tendra, këtë po e gjykon drejtësia, dhe ky 50 milionë euro se ju duken gjithë 50 milionë euro, se keni harruar rrugën e kombit që nga 6 milionë euro quhet 1.3 milionë euro. 1.3 miliardë euro. Shpjegove tunelin. T'jap një informacion që mendoj që duhet ta lexosh, edhe është mirë edhe për qytetarët që ta dinë këtë gjë. Sepse një tunel 5 milionë euro ju e quani që bën 25 milionë euro, duke qenë se gërmimi ka shkuar, gërmimi ka shkuar shumë mirë dhe ka dalur tuneli me 2 tuba kalimi, një rrugë emergjencë, një rrugë kalimi kryesor, dhe nuk ka qenë nevoja për të bërë kjo urë, po me këtë rast kanë dalë 2 tuba kalimi, duhet bëjnë dhe 2 ura sipas këtyre. Ura e këtyre është 25 milionë euro.